Edhe pse I plotësonin kriteret e kërkuara, 10 nxënës që nuk mundën të regjistroheshin në shkollën e mesme të mjekësisë në Gostivar, bashkë me prindërit e tyre, kanë protestuar sot para dyerve të shkollës, duke bojkotuar madje edhe testimin për rang lista që u caktoi Ministria e Arsimit 3 ditë më parë. Prindërit e këtyre nxënësve kërkojnë nga ministria që të hapë edhe një paralele. Në të kundërtën, do të vazhdojnë me protesta para dyerve të shkollës. Ne si prind kërkojmë që testi kualifikues për nxënësit me numër të njëjtë të pikave të anulohet, pasi që ekzistojnë mënyra alternative për këto nxënës. Të bëhet rritja e numrit të paraleleve pranë kësaj shkolle ose pranimi I të gjithë kandidatëve me pikë maksimale nëse kapaciteti I shkollës e lejon këtë. Me këtë shkresë kërkojmë heqjen e testimit të planifikuar dhe shqyrtimin e një mënyre tjetër me të drejtë duke shmangur stresin, shtesë, pakënaqësinë dhe ankesat formale të mundshme nga ana e prindërve dhe kandidatëve. Nga shkolla e mesme mjekësisë thonë se janë të njoftuar për rastin, por shkolla e ka patjetër të ndjek procedurën ligjore të paracaktuar nga Ministria e Arsimit. Ne si shkollë, jemi të obliguar të zbatojmë anën formale që na obligon Ministria e Arsimit dhe ligji që kërkon, por jemi të mendimit që edhe mund të bëjmë diçka kompromis që të hapet edhe ndonjë paralele e re që nuk paraqet probleme financiare. Këtë kemi pas edhe para 4 ose 5 vjetësh, që një gjenerat ka shku me 5 paralele në gjuhën shqipe. Dhe varianti I dytë, pastaj do të shohim se ta 23 që do të ngelin, sigurisht do të konkurrojnë në laborant ose në teknik dhambësh, dhe prej asaj pastaj ngelin vetëm 14 nxënës do na ngelin që do duhet përfshihen. Në takim për të tentuar të gjejnë zgjidhje sot erdhen edhe përfaqësues të Ministrisë së Arsimit, por nuk pati kompromis. Prindërit do të presin përgjigjen brenda javës, ndërsa nëse nuk plotësojnë kërkesat e tyre, do të vazhdojnë në protestën bashkë me nxënësit.